Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Bujqësia në zonën e Lushnjës dhe jo vetëm po përballet me dëme të rënda të shkaktuara nga ngricat dhe përmbytjet. Ngricat në ditët e para të vitit të ri dhe tani përmbytjet e ditëve të fundit kanë shkatëruar një pjesë të madhe të prodhimit dhe fidanëve të sapo mbjell në tokat bujqësore dhe serat në Lushnjë. Një pjesë e serave ishin në kulmin e prodhimit të sezonit të dytë dhe disa të tjera sapo kishin mbjell fidanët për sezonin e hershëm të pranverës 2026. Por emergjenca civile raportuan dje se përveç Lushnjës, mijëra hektar tokë në Fier, Lezhë, Shkodër, Berat dhe Durrës janë përmbytur dhe kanë krijuar një dëm të madh në bujqësi. Dëmtimi i prodhimit do të sjellë kufizim të furnizimit në tregje. Përvoja ka treguar se në këto raste çmimet të rriten. Përmbytjet në bujqësi nga humbje individuale kthehen në çekulibrues të ekonomisë kombëtare me rënje të prodhimit dhe rritje të inflacionit. Dëmet e krijuara do të mbarten për një kohë të gjatë, pasi në shumë sera bashkë me prodhimin janë dëmtuar skeletet dhe plasmasët. Gjithashtu, hyrja e llumit në sera do të vështirësojë rifillimin e punës dhe mbjelljeve gjatë periudhës në vijim. Fermerët shqiptar nuk kanë kapacitete për të përballuar fatkeqësitë natyrore, të cilat janë shtuar vitet e fundit, ndërsa qeveria shqiptare ofron mbështetje shumë të ulët në raport me rajonin dhe Bashkimin Evropian. Gjithashtu fermat tona nuk e aplikojnë skemat e sigurimit privat dhe nuk funksionon as mekanizmi i kompensimit nga fatkeqësitë natyrore. Emergjencat civile po huan se rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë në ujë në Lezhë. Në Berat rreth 95 hektar tokë bujqësore ishte në ujë dhe rreth 200 hektar tokë bujqësore e përmbytur ishte në Fier. 75 banesa janë përmbytur në Ferraz në Fier. Banorët nuk braktisin shtëpit dhe kërkojnë dëmshpërblim nga shteti. 75 banesa brenda dhe jashtë argjinaturës janë në pushtetin e ujit në fshatin Ferraz, zona më e prekur nga përmbytjet në qarkun e Fierit. Mes ujit e Baltës, ata rrëfejnë momentet e vërshimit të ujit, situatë që i ka gjetur tërësisht të papërgatitur. As masat e marra në momentin e fundit nuk mundën të vinin në ndihmë banorëve pasi ujrat kanë vërshuar nga të gjitha anët. Që mbrëm në darkë na erdhi dhe nga para dhe nga mbrapa. Erdhi me rrëmbes të madhe. Edhe se pritëm dot, kisha 2 çunat e burrin këto unë, vun bloka, vun zhavor, prap ku të fut brenda. Edhe jemi kthyer me 2 fëmijë të vegjël të djalit tika, jemi kthyer kështu në një kuzhinë të vjetër andej tër natën. Pra kanali Martinës nuk ishte një zgjidhje për të shmangur situata të tilla apo jo? Jo, kaloi muret, ai kemi bërë muret me blokane, kaloi mbi murej. Se ne masat i kishim marr. Po kaloi mbi murej edhe u fut brenda. U erdhi edhe që këtej nga para. Pra nga gjitha anët kishte përfshim me ujra? Nga gjitha anët, me ujra ishte. Pavarësisht se uji arriti mbi 1 metër, banorët nuk u larguan nga banesat me shpresën për të shpëtuar ç'të mundin dhe për të mos lënë vetëm bagtitë të cilat i kanë nxjerrë në rrugë. Ata e kanë kaluar natën ose në makinë ose në kuzhinat në oborret e banesave, të cilat i kanë shpëtuar përmbytjes. Keq sa s'ka ku drejme, çdo gjë e përmbytur. Brenda dhomat, jashtë çdo gjë e mbytur, që na shpendët e zajreja e baktis është në ujë, po i shikoni vetë aty lartë në argjinatur, dhomat janë të gjitha i gjetën të kthyer, divane çishe ku ishin janë akoma brenda, të gjitha dhomat. Muri, po tash merren një vijin e murit gjithsa ka qenë ujit. Keni fjetur në makinë këto 2 net? 2 net në makinë. 2 net në makinë. Se ishim detyror se ishte edhe rrugë që shkonin edhe mjedje dhe çdo njëri. Mëngjesin e sotëm, komisionet e verifikimit të dëmeve kanë dalë në terren për të verifikuar dëmet, ndërkohë që banorët mbeten me shpresën e përfitimit të dëmshpërblimeve. Më kanë ardhur, më kanë thënë, kam tërhequr baktit, çfarë ndihmë do i them, qartë tash unë dua ndihmë të marrësh në shtëpi për shembull na themeli, ta hedhësh në krah dhe ta nxjerrësh atje me ata, që ta kem të saktë. Ajo është ndihmë, ata kanë bërë të tyre, kanë thënë. Nuk t'jep bjeri, nuk të ndihmoni njëri, se ti s'ke parë një çiçe ujë bjeri e tjetrit. Unë i bëra një pyetje atje, dhamore pivera kiti, dhamore më kërkoi më llogari të kërkoj për të tuti për 4 banor që i ka Ferrasit, çajet kanali. Kanali për mata, ta prishja gjaturën, të greja gjaturën për mata. Banorët pohojnë gjithashtu se pasojat e përmbytjes së tanishme janë shumë herë më të mëdha krahasuar me ato të mëparshmet. Ndërkohë sipërfaqet të tëra tokash bujqësore ndodhen në ujë, duke e bërë edhe më të vështirë situatën e familjeve të dëmtuara. U mblodh Komiteti i Emergjencave Civile. Kryeministri Edi Rama nuk shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Ministri Financave Petrit Malaj, i pranishëm në takim,
deklaroi se qeveria ka vënë në dispozicion mbi 50 milion euro për situatën e krijuar nga përmbytjet. Kryeministri Edi Rama mlodhi Komitetin e Emergjencave Civile për të adresuar situatën e krijuar nga përmbytjet e ditëve të fundit, të shkaktuara nga rreshjet intensive të shiut në disa zona të vendit. Kryeministri Rama theksoi se kjo situatë me kushte atmosferike ekstreme nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, por edhe rajonin e Evropën. Shiu nuk ndalet me shpifje, ju përgjigj Rama akuzave të opozitës, për duke qëndruar pranë qytetarëve. E di që fjala durim mund t'i tingëllojë shumë kujt si një cingërisje e tepërt veshësh, por durimi është i domosdoshëm në kushtet kur për më tepër çka po përjetojmë nuk është thjesht mod i keq. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovoret, lumenjt nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Kryetari i qeverisë u shpreh se thirrjet për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme vetëm sa krijojnë ndarje dhe konfuzion, pa kontribuar në rritjen e sigurisë për qytetarët. Në fund, kryeministri ka vënë theksin te ndryshimet klimatike dhe përgjegjësia qytetare pasi ndotja, hedhja e mbjetjeve dhe shkatërrimi i pyjeve vetëm sa i përkeqësojnë pasojat e ndryshimeve klimatike. Dua t'u them të gjithë deputetëve të shumicës së qeverisë të pranishëm në këtë mbledhje përmes Zoomit që të jenë të angazhuar edhe sot, edhe nesër, edhe pasi momenti i vështirë të jetë ka përcyer pranë njerëzve, me njerëzit dhe për njerëzit. Ministri i Financave Petrit Malaj, i pranishëm në këtë takim, deklaroi se qeveria ka vënë në dispozicion mbi 50 milion euro për përballimin e situatës së krijuar nga përmbytjet në vend, nga të cilat rreth 30 milion euro janë të parashikuara në programin e emergjencave civile. Ana e Ministrisë Financave, në programin e emergjencave civile kemi parashikuar rreth 30 milion euro, të cilat janë të ndara në shpenzime kapitale për programin e emergjencave civile dhe ka të bëjë me financimin e objekteve apo projekteve të cilat lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore. Vlera që kemi alokuar për këtë program është rreth 15 milion euro. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës në terren, ndërsa strukturat e emergjencave janë në gatishmëri për të ndihmuar qytetarët e prekur nga përmbytjet. Berisha zhvilloi sot një tryezë me forcat politike dhe shoqërinë civile. Nuk morën pjesë Partia Mundësia Shqipëria Bëhet, Lëvizja Bashk dhe PDIU. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas ftesës drejtuar më herët të aktorëve politik, mblodhi sot tryezën e opozitës, shoqërisë civile, përfaqësuesve të sindikatave, organizatave dhe medias. Në fjalën e tij, kryeministri tha se misioni përfundimtar i opozitës është përmbysja e qeverisë, që është kthyer sot në rrezik për Evropën. Ai kërkoi përsëri shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga qeveria pas situatës së përmbytje në vend dhe u bëri thirrje qytetarëve që kudo që shihni ministra i gjuani me vezë ose domate, ata janë shkaktarët e fatkeqësive tuaja. Nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme, sepse gjendja e jashtëzakonshme në ligjet e vendit, në kushtetut, ajo e detyron pastaj tu përgjigjet atyre qytetarëve. E detyron që fondi rezervë të Këshillit të Ministrave dhe buxhetin ta çojë drejt tyre një radhë parë. Po kjo jo athët. Po na përçajnë se kërkojnë, pra ky është mundëri dhe të numërojë shumë e shumë. Por duhet të them këtu se kjo qeveri nuk ka asnjë orë legjitimitet. Asnjë orë legjitimitet. Është faktuar se ka ardhur nga zgjedhje farsë elektorale. Është e provuar kjo. Ju bëj thirrje qytetarëve kudo që të shihni ministra, i gjuani me vezë ose domate. Këta janë shkaktarët kryesor të fatkeqësive tuaja. Më pas, Berisha tha se misioni ynë është përmbysja e kësaj qeverie dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira. Mendoj se duhet të ngrihemi. Duhet të ngrihemi në një përpjekje të madhe qytetare për të larguar nga pushteti këtë bandë.
këtë organizat kriminale, e cila funksionon si organizat kriminale, me në krye Edi Ramën. Mendoj se në frymën e përgjegjësisë më të lartë, ne duhet dalim me një forum, opozitar të zgjeruar, forca politike, shoqëri civile, personalitete dhe cili do. Në këtë takim mungonin Partia Mundësia, Shqipëria Bëhet, Lëvizja Bashkë dhe PDI-u. Hyn në fuqi sistemi bonus malus. Çmimi i sigurimit të makinës këtë vit rritet me të paktën 15% për ata që kanë shkaktuar dëme. Që nga fillimi i këtij viti ka hyrë në fuqi aplikimi i sistemit bonus malus në sigurimin e detyrueshëm të mjeteve për përgjegjësitë motorike ndaj palëve të treta. Sipas llogaritjeve të kryera me aplikacionet automatike që ofrohen nga kompanitë e sigurimit në faqet e tyre të internetit, malusi apo penalizimi për drejtuesit që kanë shkaktuar dëme do të jetë ndjeshëm më i lartë se bonusi për ata drejtues mjetesh që nuk kanë shkaktuar dëme. Vitin e kaluar, çmimi minimal i sigurimit të detyrueshëm i llogaritur me parametrat më të ulët të riskut ishte afërsisht 15.500 lekë. Për këtë vit, një drejtues mjeti me të njëjtat parametra dhe që nuk ka shkaktuar asnjë dëm gjatë vitit 2024 do të paguajë afërsisht 15.000 lekë. Për qarqet e tjera, duke përfshirë Tiranën, vitin e kaluar çmimi minimal i siguracionit TPL ishte afërsisht 16.000 lekë, ndërsa këtë vit do të jetë rreth 15.400 lekë, në rastin kur drejtuesi i mjetit nuk ka shkaktuar dëme. Bonusi që përfitojnë drejtuesit e mjeteve pa historik dëmesh do të jetë rrjedhimisht në intervalin 3 deri 4% me ndryshime të vogla midis kompanive. Ndërkohë malusi apo penalizimi që do të kenë drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar të paktën një dëm vitin e kaluar do të jetë më i lartë. Komponenti malus ka një ndryshim pak më të madh mes kompanive të ndryshme. Shtrëngtimi për drejtuesit që kanë shkaktuar një dëm vitin e kaluar, krahasuar me tarifat e aplikuara gjatë 2025-s, do të jetë në intervalin 15% deri 20% në varësi të kompanisë së sigurimit. Për drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar 2 ose më shumë dëme vitin e kaluar, shtrëngtimi në varësi të kompanisë do të jetë në intervalin 33% deri 38%, krahasuar me tarifat e aplikuara vitin e kaluar. Nëse krahasojmë çmimet e këtij viti mes drejtuesve që nuk kanë shkaktuar asnjë dëm dhe atyre që kanë shkaktuar një dëm, ndryshimi fillon nga 19% deri 27% në varësi të kompanive. Ndërsa drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar 2 ose më shumë dëme, do të paguajnë një prim sigurimi më të lartë në intervalin 37% deri në 42%, krahasuar me ata drejtues mjetesh që nuk kanë shkaktuar dëme. Aplikimi i sistemit bonus malus është i parashikuar në ligjin për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit që ka hyrë në fuqi që në vitin 2021. Megjithatë, ligji e parashikon si të drejtë të kompanive të sigurimit, por jo një detyrim. Zbatimi i parimit bonus malus u bë i mundur vetëm pas miratimit të rregullores për përcaktimin e faktorëve të riskut që përfshihen në përllogaritjen e primit për produktet e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit. Kjo rregullore hyri në fuqi në fillim të vitit 2025, por pa përfshirë elementin bonus malus që ka nisur të aplikohet prej 1 janarit të këtij viti. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.